Ndërhyrja e menjëhershme e shërbimit të komisariateve të policisë Fier, Lushnjë dhe Divjak bëri të mundur identifikimin e autorëve të 4 rasteve të zjarrvënieve në fshatrat Marinës, Velmish, Gjonas dhe Babunj. Materialet u referuan në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit SP 67 vjeç, banues në Marinës, BH 60 vjeç, banues në Velmish, AB 55 vjeç, banues në Gjonas, MS 67 vjeç, banues në Babunj, pasi kanë ndezur zjarre në tokat e tyre për të djegur mbeturina dhe si pasojë janë djegur disa rrënjullinj në pronësi të shtetasve të tjerë, sipërfaqe toke me pemë frutore dhe sipërfaqe toke me barishte dhe me shkurre. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Drejtoria vendore e policisë Fier apelon për qytetarët që në asnjë rast të mos ndezin zjarre, pasi ky veprim përbën krim dhe ndëshkohet penalisht, si dhe i fton ata që të denoncojnë në numrin 112 çdo rast të tillë, me qëllim ndërhyrjen e menjëhershme për shuarjen e flakëve dhe procedimin penal të shtetasve përgjegjës.